Sigur se o thash edhe më herët, në studio do t'jemi me presidentin e Tirana Business University, me zotin Artan Hoxha. Zoti Hoxha, më mbrëma. Faleminderit që jeni me ne për diskutuar disa nga zhvillimet më të fundit të politikës, por jo vetëm. Sa po ndoqëm së bashku në fakt edhe komentet e zotit Dule për mënyrën se si do ta orientojë forcën e tij politike përpara zgjedhjeve të 23 qershorit. Në këndvështrimin tuaj, pse zoti Dule është i bindur se do të jetë në qeverisje pas 23 qershorit? PBD-ja po shkon drejt ose po kontribon në idenë e krijimit të një të ashtu quajtur poli i qendrës. Ide që ka disa javë apo 2-3 muaj që po diskutohet dhe që përfshin rreth parë LSI-n, s'ka pol të qendrës pa LSI-n. Po. Rreth të dytë PBD-shin. Është folur edhe për përfshirjen në këtë pol të qendrës të FRD-s së Bamir Topit, por nga eksponentët e FRD-s më shumë është mohuar mundësia e bashkëpunimit me LSI-n se sa është pranuar ajo. Kujtoj këtu, veçanërisht një nga nënkryetarët të zotit Bibere ka qenë i qartë dhe i prerë që FRD nuk bashkëpunon as me Partinë Demokratike, sepse i ndan morali sipas tyre, dhe as me Partinë Socialiste. Është baraz larguar si të majtë se i ndan programi dhe natyrisht, me qenë se me një parti të majtë si Partia Socialiste i ndan programi dhe me LSI-n si Partia e majtë i ndan programi. Kjo ka qenë shpjegimi i zotit Bibere, ndërkohë që zoti Topi ka qenë më i heshtur në trajtimin e çështjes a mund të ketë një bashkëpunim mes FRD-s dhe LSI-s. Por ai që dim qartë është që ka një përpjekje serioze për krijimin e një poli të qendrës përmes dy partive, pra LSI-s në radhë parë dhe PBD-n në radhë dytë. Sot zoti Dule duket sikur e zgjeroi spektrin, duke folur për një pol të qendrës që do tentonte të sillte bashkë parti të qendrës së majtë dhe parti të qendrës së djathtë. Me këtë përcaktim që në fakt nuk është përcaktimi real, se po të dëgjosh edhe PD-ja thotë janë partia e qendrës djathtë. Edhe PS-ja thotë e majtë ose e majtë e qendrës sot në llogarit fundit. Po këtu me sa duket zoti Dule ka parasysh partitë vogla. Kam përshtypjen që kur flet për partitë të qendrës së majtë, zoti Dule mund të ketë parasysh për shembull edhe Partinë Demokracia Sociale me kryetar Pascal Milën. Po. Ndërsa kur flet për partitë të qendrës së djathtë, mund të ketë ende parasysh FRD-n, nuk e besoj të ketë parasysh ndonjë parti tjetër, sepse ne dim tashmë që parti relevante të qendrës së djathtë në të djathtë, LZHK-ja dhe PDK-ja, respektivisht të drejtuar nga Dashamir Shehi dhe Nart Ndoka, e kanë deklaruar aleancën e tyre me Partinë Demokratike. Kështu që gjithsesi megjithse sot zoti Dule e zgjeroi diçka spektrin e polit të qendrës, bëhet fjalë pra që ajo do të jetë LSI dhe PBD-n si potencë e parë, me ndonjë mundësi për një tërheqje të Pascal Milës, pra të Demokracisë Sociale, dhe ndonjë parti tjetër e vogël, por që do të krijonte pra një 3-4 parti në këtë pol. Kjo është ideja, dhe atëherë pse zoti Dule thotë që mund të jetë qeveri. Poli i qendrës nga të gjithë të dhënat historike, me shumë gjasa, do t'jetë një poli cili ose do të përcaktojë arritjen e numrit 71 votave për krijimin e qeverisë, ose do t'jetë i domosdoshëm edhe nëse një nga partitë do fitoj, pra një nga koalicionet e mëdha do fitoj 71 vota, sepse gjithsesi 71 vota vetëm në parlament do të thotë një maggiorancë shumë e brisht, jo vetëm nga pikpamja numerike, por edhe nga pikpamja e përfshirjes së një spektri të tjerë. Dhe atëherë them që jo vetëm që një koalicion, nëse do dali me 69 apo me 70 vota, do t'i duhet, deputet pra, do t'i duhet të bëj aleancë domosdoshmërisht për arsye aritmetike me një pol të qendrës që mund të ketë 3-4-5 deputet, flasim gjithmonë në situata pro-abilitare. Por edhe sikur të fitonte një koalicion i madh, një nga dy koalicionet e mëdha, 71 deputet në kuvend, do ta kishte të dobishme të fuste në qeveri
deputetët e këtij poli të qendrës. Prandaj them që duke u zhvendosur nga aleanca me Partinë Socialiste në një aleancë të një poli të qendrës, Pajgjel Dule me të drejtë mendon që shanset për të qenë në qeveri shumëzohen me 10 fish. Krahasuar me ato që të qëndroj me një nga dy partitë, cila normalisht një nga dy bloqe do humbasë. Zohet në fakt tek pyetja e radhës, pra ju mendoni se është ky edhe argumenti që mbase ka menduar zoti Dule kur u largua nga koalicioni me Partinë Socialiste? Po, ky është një sjellje taktike. Zoti Dule pa që në vitin 2009 la aleancën qeverisë me Partinë Demokratike dhe kaloi para zgjedhjeve në aleancë me Partinë Socialiste, dhe kjo i kushtoi PBDJ-shit të qenurit në opozit për 4 vite. Jo vetëm kaq, po në traditën e demokracisë shqiptare, PBDJ-shi apo çdo parti tjetër pararendse që përfaqësonte minoritetet shqiptare, veçanërisht minoritetin grek, pavarësisht se ç'bënin dy parti të mëdha, ka qenë gjithmonë pjesë e qeverisjes. Dhe vetëm në këtë rrallë ndodhi pra që PBDJ-shi mos ishte pjesë e qeverisjes drejt për drejt. Megjithatë u kompensuan në një farmase, sepse ne kemi sot dy përfaqësues minoritetit në qeveri. Një nga ana e Partisë Demokratike dhe një nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Do thotë është kompensuar në një farmase, por kjo ndodhi dhe zgjedhja e gabuar që bëri zoti Dule në atë kohë, sa duket i ka dhënë eksperiencë që të bëjë një zgjedhje tjetër drejt një poli të qendrës që i arrit shumë herë shanset krahasuar me një zgjedhje sikur të vazhdonte të ishte vetëm me Partinë Socialiste përsëri. Ndërkohë pak më përpara. Përveç kësaj, do të kujtojmë këtu që ka dhe zëra të një afrimi të Partisë Socialiste me Aleancën Kuqezi, dhe raportet mes PBDJ dhe AK-s janë normalisht konfliktuale, sepse janë dy parti që lëvizin në terrenet të ndryshme, me tezat të ndryshme, nacionalizmi ekstrem deri folklorik i Aleancës Kuqezi, s'ka se si të kapërdijet nga PBDJ dhe të dy këto të jenë në aleancë me Partinë Socialiste. Normalisht nuk duhet ishte e kapërdishme as nga Partia Socialiste, e cila së fundi... Po Aleanca Kuqezi do t'jetë në koalicion me Partinë Socialiste? Kjo është ai që përflitet. Do ta shohim nëse. Ju si beson? Po nga ana programore, unë i shoh të papërputhshme. Lideri Rama gjatë janarit dhe shkurtit është shprehur në mënyrë kritike kundra të ashtu quajtur retorik nacionaliste. Po nëse ka një parti kampione në Shqipëri për retorikën nacionaliste është Aleanca Kuqezi. Atëherë nëse një lider siç është zoti Rama shprehet kundër retorikës nacionaliste dhe kjo vlen ka vetëm për Sali Berishën dhe nuk vlen për një tjetër eksponent politik. Tonet Aleancës Kuqezi duket se ka ndryshuar. Po, ndoshta pikërisht Aleanca Kuqezi duke dashur që një ditë të futet në ombrellën e Partisë Socialiste, detyrimisht duhet të ulë tonet. Por ndryshe do ta bënte kaq të dukshme këtë papurthshmëri, sa do ta nxirrte edhe jashtëloje dhe vetë tezat e Partisë Socialiste që është kundra retorikës nacionaliste. Duket sikur Aleanca Kuqezi po bëhet gati për të shkuar drejt këtij koalicioni. Dhe këto janë shenja që shet duket dhe zoti Dule, i cili nga ana e tij nuk mundet do që të jetë në një koalicion me një parti të cilën ai quajnë ekstremiste, ose si një parti e cila shkel drejtat e njeriut siç u shpreh. Zoti Hoxha, mendoni ju se këto koalicione në fakt do janë vendimtare për zgjedhjet e 23 qershorit? Duket sikur vëmendja në këto zgjedhje të radhës është përqendruar më shumë te koalicionet sesa vetë tek forcat politike. Kujt i intereson më shumë është pyetja, Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste që të zgjerojë spektrin e koalicionit? Të dyja. Të dyja sepse ka dy arsye që e kanë bërë përgatitjen për zgjedhje bazuar tek koalicionet një si thua çështja numër 1. E para është gjithë eksperienca historike e zgjedhjeve tregon që votat e elektoratit janë, si të thuash, të ngrira. Kastriot Islami, Eduard Zaloshnjë dhe unë, në mënyrë të pavarur njëri nga tjetri, kemi zhvilluar teorinë të ashtu quajtur konstante historike. Rezulton që shumat e votave të koalicioneve djathtas dhe koalicioneve majtas, duke çuar majtas dhe LSI-n, pra PS, LSI dhe partit tradicionalisht të majta,
në të djathtë PD-ja dhe Partitë Tradicionaliste Majtë. Po të shohim që nga viti 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, gjithmonë për proporcionalin kombëtar. Flasim gjithmonë për votat për partit, jo për kandidatët në 2005 apo për kandidatët për kryetar bashkie komune në 2007 në 2011, për votat për partit. Gjithë kjo histori tregon që bloku i Majtë dhe bloku i djathtë ndryshon shumë pak numri votave të tyre dhe një poliqendrës është më i madh se diferenca mes dy poleve Majtës dhe djathtës. Pra po të marrim këtë LSI-n dhe PPD-1-shin mes, pra kemi votat në të Majtë, le të themi A, votat në të djathtë, le të themi C, dhe votat në qendër, le të themi B. A minus C është gjithmonë më e vogël se B-ja. Kjo do në dhe atëherë, për të hyrë në garë, është marrë në konsiderat kjo qëndrueshmëri e votimit të shqiptarëve ndër vite. Së dyti, sistemi elektoral që kemi, është i qartë që favorizon atë parti që mbledh rrotull saj sa më shumë parti të tjera. Ky mësim u pa në 2009. Dhe ne pam që Partia Demokratike mori 0,7% më pak vota se Partia Socialiste. Por një 20 aleatë, faleminderit. 20 aleatët e Partisë Demokratike kompensuan këtë 0,7% më pak që kishin demokratët dhe e quan koalicionin demokrat të kishte 1,7% vota më shumë se sa koalicionin socialist. Dhe rezultati doli 70-66. Pra, koalicioni fituesi atyre zgjedhjeve doli që ishte koalicioni më i madh. Partia Socialiste beti vetëm me një koalicion me 4 parti tjera. Jo më kot, zoti Rama e ka kuptuar këtë pa e thënë, sa i ka mbetur teorisë që mi vodhën votat, e ka kuptuar të dhe në zgjedhjet e 2011 u shfaq me një koalicion me një rreth 20 parti. Dhe tashmë i ka shtuar dhe një 3 parti të tjera, jo Partia e Punës e rinovuar, jo Partia Komuniste e rinovuar. Pra këtë filozofi, po çfarë po ndodh me këto koalicione? Ne kemi që dy forca që nuk ishin aleancë me Partinë Demokratike, biles ishin në një lloj gare dhe konfliktualiteti me Partinë Demokratike. Demokristianët e Nardokës dhe LZHK-ja e Dashamir Shell garuan në një pol të dy djathtas në 2009. Këto dy parti që kanë votat qëndrueshme në disa zona të vendit janë bashkuar aleancës së Partisë Demokratike. Ndërkohë që nga biles PDK-ja iku nga aleanca me Partinë Socialiste gjatë këtyre viteve dhe ju bashkua Partisë Demokratike. Ndërkohë që ne po shohim që nga Partia Socialiste po ikën dhe PPD-1-shi. PPD-1-shi, kujtoj, para zgjedhjeve të 2009-s shërbeu dhe si një simbolik, një çudi. Si ka mundësi PPD-1-ja le qeverin para zgjedhjeve 2009 dhe shkon dhe i bashkohet Partia Socialiste? Mos di ne gjë më shumë ta, mos kanë ne nuhatje u fol, nuhatje e Dules për fitimtarin e arshëm. Rezultoi që Dula bëri hesapet gabim, Edi Rama i bëri hesapet gabim me ato 4 parti që kishte aleat, dhe sot ne shohim dhe një PPD-1 që zhvendos ikën nga Partia Socialiste. Që do thotë, ne po shkojmë para zgjedhjeve të 23 qershorit me një parti demokratike që e zgjeron koalicionin e saj. Dhe një Parti Socialiste që e ngushton. Nga ana tjetër kemi parasysh që Partia Demokratike ka dhe një hipotezë që FRD-ja do gryejë votat djathtës dhe do ta shohim se sa do jetë fuqia gryrëse e FRD-s në votat e demokratëve, por është një faktor për të konsideruar në bilancin e votave të shqiptarëve. Po kjo është situata e koalicioneve, pra, po shkojmë deri tashmë, ajo që duket si më e mundshme, duket ideja e 3 poleve. Një thënë kështu është e qartë, në fakt edhe për kalkulimin, mirë po këtu ka një tjetër çështje cila ka filluar që të artikulohet qysh në këto momente. Këto koalicione, përveç se mund të sjellin më shumë vota dhe rrjedhimisht mandate, a janë të moralshme? Për shembull, i referohemi edhe faktit LSI-s, si do të komentojë nëse Partia Socialiste teme dhe LSI-ja të krijonin një urdhër komunikimi. Të ishin koalicion? Para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve. Kjo më duket e pamundur. Me të drejtë,
edhe zoti Meta thot, ne do i qëndrojmë marrëveshjes së qeverisë deri ditën e fundit të kësaj qeverie. Dita e fundit e kësaj qeverie. Janë moderuar në fakt pak qëndrimet e zotit Meta, po Është edhe për te 23 qershorit. Në fakt qeveria e re do krijohet në fillim të shtatorit 2013. po. Megjithëse zgjedhjet do bëhen me 23 qershor, do krijohet parlamenti i ri dhe mbledhjen e parë të parlamentit të ri do vlerësohen mandatet, do jepet mandatet dhe do ketë një javë kohë që do krijohet qeveria e re. Që LSI-ja të largohet nga qeveria një muaj e gjysë para këtyre zgjedhjeve, s'po e përjashtoj teorikisht, po më duket e pamundur praktikisht. Po pas zgjedhjeve? Kështu që opcionet e LSI-s janë o në koalicion me PD-n o poliqëndrës. LSI-ja për hë po duket sikur është më interesuar tek poliqëndrës. Në qoftë se ne do shkojmë në zgjedhje me 23 qershor me LSI-n PBD-1-shin në mes, si një pol më vete, është fare qartë që pasaj në bazë të rezultatit të 23 qershorit, si zgjedhjet që mund të bëjë LSI-ja mund të jetë të shprehet për koalicion me njërin kamp, me kampin tjetër, sipas rezultatit zgjedhor. Ose sipas preferencës që do të ketë mbas 23 qershorit. Kjo është politikë normale dhe këtu s'bëhet fjalë për mungesë moraliteti. Fakti që do shkosh në zgjedhje si pol më vete, të jep mundësinë që pas zgjedhjeve, në varësi të rezultatit, të bësh zgjedhjet e tua. Nëse do hysh në garë në aleancë, për shembull me Partinë Demokratike, LSI dhe PD, mbas 23 qershorit, ndrimi i pllakës do të ishte i dyshim nga ana morale. Por kur këto e ke bërë para 23 qershorit, pastaj nuk është më. Megjithatë, kjo mbetet për të parë, sigurisht janë disa situata hipotetike. Unë kërkoj shumë djes, po jam Jo, pak dhe unë iftar. fakt do bëhesha gati vetëm pak më vonë që ta mbyllim fakt edhe bisedën dhe pak do t'ju mbajmë, nuk do t'ju detyrojmë që qëndroni edhe më shumë. Kalojmë pak tek sjellja politike e dy liderëve kryesorë, themi kryeministri Sali Berisha dhe kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama. Rama po tenton që të komunikojë me publikun përmes emisioneve televizive, së fundmi ishte në Opinion, në një intervistë ku ai deklaroi se shpalosi një pjesë të programit, ka qenë në intervista të tjera, ndërsa kryeministri Sali Berisha po takon qytetarët dhe ndalesat e tij në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Janë strategji elektorale të dyve apo një rastësi në këtë formë komunikime? Kam përshtypjen që përgjigja mund të jetë të dyja këto, po për këtë moment, ajo që përveresh Edi Rama është i përqendruar tek aktivitetet partjake ose mediatike. Partjake në kuptimin organizon takime me militantë të Partisë Socialiste. Apo organizoi atë që quhet konventa e Partisë Socialiste në të dielën, të shtunën dhe dielën e kaluar para një jave. Apo shkon në studiot televizive, siç ishte tek Opinion në Fevziut, edhe siç kanë parë edhe eksponentë të tjerë të Partisë Socialiste që kanë frekuentuar studiot të tjera televizive. Ajo që po shoh nga ana e kryeministrit Berisha është e ka braktisur Tiranën në thojza dhe po shkon në rrethe të ndryshme të vendit, po takon drejt për drejt qytetar, unë e ndoj që vëmendje takimin që bëri në Divjak, të Enten që kaloi, dhe duke ndjekur atë takim dhe duke dëgjuar pyetjet që bëni njerëzit, më la përshtypjen që ai takim ishte shumë larg të qenurit takim partjak. Shumë larg të qenurit takim me militantët e PD-s në Divjak, por ishte takim me fermerët e Divjakës, me popullin e Divjakës, aty brenda mund të ketë pasur simpatizantë të Partisë Demokratike, njerëz të cilët nuk kanë ndonjë pasion për Partinë Demokratike, por ndoshta dhe votojnë apo jo, mund të ketë pasur edhe njerëz që janë simpatizantë të Partisë Socialiste, por aty ishte si thua ishte një popull i shkartisur, dhe kjo kuptoheshte, them kam përshtypjen nga pyetjet rreth parë. Pastaj natyrisht në atë atmosferë kur takon kryeministrin mbasi merr përgjigjet meriton dhe duart trokitjet, por kjo nuk e bë këtë takim militantësh që është takim me ovacione, ku liderin e marrin dhe kanë qafë. Aty kryeministri dëgjonte pyetjet që ishin pyetje të shqetësimit të përditshme që ka njerëzit. Dikush ishte një biznesmen që kishte investuar në aktivitet
fermer, një tjetër ishte një pensionist, një tjetër ishte një divjakës i shqetësuar për Bregdetin e divjakës për shkak të prurjeve të lumit shkumbin. Pra ishin tema interesante. Po të vini re në takimet që bëjnë lideret me militantët e thekur të tyre, pyetjet që ngrihen janë thuajse tërësisht të ndryshme nga pyetjet që ngrihen kur takon qytetar jo partjak ose jo në një mjedis partjak. Dhe këto janë të ndryshme nga pyetjet që ngrihen në studio televizive. Sali Berisha në këtë fazë me sa duket ka zgjedhur metodën e kontaktit të drejt për drejt me qytetarët, ku thotë edhe që kryeministrat e mi jeni ju deri 23 qershor. Është interesante për të vlerësuar që megjithëse në vitin e 8 të qeverisjes, kryeministri nuk heziton të takojë drejt për drejt qytetarë të tillë. Që do thotë, kryeministri vlerëson se shkon t'i takojë ata pa detektiv. Sepse ka çfarë të mbroj që ka bërë, dhe çfarë të ofroj. Dhe ka ende çfarë të ofroj edhe tashni për të zgjidhur, por edhe për të ardhmen, dhe pra nuk pret që do të ketë ndonjë mëri apo ndonjë rezistencë apo ndonjë sulm, në thonjza, nga takimet e drejtë. Që të cilës si druhet Rama, zoti Hoxha? Nuk është çështja e Ramës tu, po flas kryeministri në vitin e 8, nëse do të ishte vërtet teoria e lodhjes së qeverisë, nëse do të ishte vërtet teoria që qeveria i ka humbur pikët, kryeministrat e një qeverie të tillë nuk do takonin drejt për drejt popullit. Ndërsa zoti Rama është në një fazë tashti të rrimit të entuziazmit në partinë e vet, i duhet të krijojë idenë e një partie e cila po krijon një ekip kompakt dhe një program agresiv. Dhe në këtë fazë është duke zhvilluar pra këto lloj aktivitetesh sa partijake aq mediatike për të lançuar këtë idetë e reja, programin e ri, stafin e ri, individet e ri që do të jenë pjesë e ekipit të kësaj partie. Nga ana e zotit Rama, ajo që vjen të re është që zhvilloi një konvent që nga ana vizuale ishte një spektakël i jashtëzakonshëm, por ndërkohë çfarë u thanë atë konferencë nuk ishte asnjë zhvillim më shumë se sa që shkruar në dokumenti Rilindja Shqiptare në tetor 2011. Unë e prita me shumë interes se ç'do thoshte në konventën e Partisë Socialiste, dhe atje pash vetëm një si punë koncerti recital. E krahasova me konventën e LSI-s që u zhvilluar para ca muajsh. Konventën e LSI-s, ato antarë të asaj partie u ulën 2 ditë rresh në bashkimin e Kamara, por në grupe pune, duke diskutuar temë për temë, dhe duke ardhur me produkte konkrete. Kjo ishte LSI-ja. Ndërsa PS-ja ishte një koncert recital, leximi i poemave. Dhe po të marrësh gjatë gjithë javës që kaloi, në të gjitha daljet që kanë bërë eksponent socialist, përfshirë dhe zotin Rama tek opinioni i Blendi Fevziut, pyetjes si do ta bësh këtë gjë, nuk ka përgjigje. Nuk ka asnjë përgjigje për çdo pyetje si do ta bësh këtë gjë. Dhe një program i cili ka vendosur disa objektiva shumë të lartë dhe dështon të japi përgjigjen si, do thotë që këto objektiva janë një listë dëshirash. Dhe sa më shumë të mos jenë të aftë i përgjigjen pyetje si, aq më shumë do të vihet në dyshim edhe objektivat programor që pretendohet se Partia Socialiste i ka tashmë në atë që quhet Rilindja Shqiptare. Do të shojmë. E thënë kështu në fakt në gjanë tjetër rënd, zoti Hoxha, besoj që Partia Socialiste është përpikur të argumentojë programin e saj. Po, megjithatë, pavarësisht përgjigjet si e pyetje se si do t'i realizojë disa çështje të caktuara, ju si e shikoni ato pikat programit që ka artikuluar të paktën deri në këto momente? Po, po marrim një shembull. Zoti Vetëm Rama, jo çështje, jo rast të shifra, se zoti Rama nuk ka shumë besim fakt tek shifrat tuaja me sa duket. po unë do përdor shifrat e zotit Rama, po s'pati besim ke shifrat e veta, po s'ka çfarë të bëj. Zoti Rama thotë që sot qytetarët kontribuojnë në 70% të ardhurave të buxhetit. Po. Bizneset kontribuojnë me 30%. Para taksës së sheshtë ishte qytetarët kontribuonin me 80% dhe bizneset me 70%.
Këta e shqipë. Dhe thot, ishte mirë para 2007-ës, qytetarët me 30% kontribut, biznes me 70%, është keq pas taksës së sesë, ku qytetarët kontribuojnë 70% dhe bizneset 30%. Atëherë, qërsa kjo e sot mirë, që ka keq, dhe e tjeshme është mirë, do thotë që PS-ja pretendon të kthehet ku ka qenë. Po ta pyesësh Partinë Socialiste, do ktheheni ke raporti i viteve 2006-2005, nuk ka një përgjigje a do kthehen tek 30-70 nga 70-30 që është sot. Le ta bëjmë hipoteza. Nëse do të kthehen përsëri mbrapsh, ke kontributi 70% bizneset dhe 30% qytetarët, automatikisht do thotë që norma e tatim fitimit mbi bizneset sot është 10%, që kontributi i bizneseve nga 30% të shkoj 70%. Sa duhet rritur norma e tatim fitimit mbi bizneset? Duhet rritur edhe 2.3 herë, që do thotë kjo normë duhet bërë pakte në 25%. Është Zoti Rama i gatshëm ta thotë që po norma e tatim fitimit të bizneseve nga 10 do shkojë 25%, mesatarisht. Nga ana tjetër, Zoti Rama po thotë, biznesi vogël nuk do ta paguajë më taksën, edhe 10% e tatimit mbi fitimin ky biznesi vogël do t'ja reduktojmë. Mbas do t'i krijojë lehtësira të tjera. Shumë dakord, shumë dakord atëherë, shumë dakord. Do t'ja ultë, do thotë ky 25% që i tatim fitimit mesatar për gjitha bizneset, me qenë se për të vogla do t'jetë me ullët, për të mëdha do shkoj 30, aj më shumë. Ku po shkojmë? Këto janë pyetje që i bëhen socialistëve në tryezat të ndryshme, nuk merr përgjigje. Tashmë, o nuk e kanë bërë hesapin, o nuk guxojnë ta thonë se si ka dalë hesapi. Dhe atëherë do të vazhdojnë të ecin në këtë mënyrë ambikue, në këtë mënyrë të mjegullnaj. Por duke afruar fushatës, pyetja si do ta bëni, si do ta zbatoni këtë rikthim të raporteve, do t'i bëhet çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. Dhe nuk mund t'i shmangen dot. Do të bëjnë një zgjedhje. O do t'jenë të qartë, ose do pranojnë që projekti i tyre për të kthyer mbrapsh është i pamundur. E njëjti shembull do të jetë për 300.000 të punësuar. Zoti Fevziu i bëri një pyetje zotit Rama, a keni premtuar në maj të 2011-ës 300.000 vende pune? Dhe në mos gaboj tha jo. Për Bashkinë e Tiranës. Por në fakt 7 ditë para zgjedhjeve të 8 maj 2011, Aleanca Socialiste ka nxjerrë në publik paktin me qytetarin. Dhe aty është shkruar e zeza mbi të bardhë. Në 4 vitet e ardhshme, premtojmë 300.000 vende të reja pune. Jemi në maj të 2011-ës. Dhe premtimi lidheshte logjikshëm me vendet e punës që do të krijonin bashkitë që do të fitoheshin nga socialistët. I kishte bërë hesapet që do fiton në Bashkinë e Tiranës, dakord, bashkë me Bashkinë e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Fierit, Vlorës, do krijonin 300.000 vende të reja pune në 4 vite. Sot duhet kishin krijuar paktën 150.000. Nuk e fituan Bashkinë e Tiranës, po me bashkitë të tjera që mbetin, mund të nga 300.000, mund ta zbresim objektivin logjikshëm në 150.000. Që do thotë në 2 vite duhet kishin krijuar 75.000 vende të reja pune. Ja krijuar 75.000 vende të reja pune në bashkitë socialiste pa Tiranë? A mund të premtohet krijimi i 300.000 vendeve të reja të punës në maj të 2011-ës vetëm me fuqinë e pushteteve vendore që do fitonin socialistët? Po në qoftë se vetëm me fuqinë e pushteteve vendore që do fitonin socialistët do krijonin 300.000 vende të reja punës. Po tashmë që do pretendojnë të fitojnë fuqinë e pushtetit qendror, duke i pasur edhe disa nga bashkitë më të mëdha. Ky 300 mos duhet ishte 400.000? Pse është 300.000? Vim përsëri tek diskutimi si do punësohen këto 300.000 me trajnimin e atyre që janë të regjistruar si të papunë, 120 janë ato. Do punësohet gjysma e tyre me prioritet që janë gra, dhe s'merret vesh nga programi Rilindja, bëhet fjalë për 1 milionçin, pra gjysmën e tyre 500.000, apo bëhet fjalë që është gjysma e grave të papunëve të regjistruar. Dhe zotit Rami u deshën 4 ditë nga e diela që ju bë pyetje nga gazetarja Klan, deri të ejnëten që ju
u hap tema tek opinioni Fevziu, që të gjente thonte që nuk bën fjalë tek rilindja për 500.000 gratë pa puna, po bën fjalë për 70.000 gratë pa puna, që është gjysma atyre të regjistruara. Po të lexosh tekstin, nuk është këtu. Po edhe po ta pranosh te logjikë të zotit Rama, i bie pastaj që në gjithë kapitullin për punësimin, gjithçka i dedikohet vetëm 140.000 të regjistruarsit pa punë. Dhe pyetja është, po ato 860.000 të tjerët nga 1 milion që zgjen asnjë vend trajtimi në programin Rilindja Shqiptare. Pra, pyetje të tilla janë të shumta për mundësinë e realizimit të atij programi. Problemi, unë them, i programit të Partisë Socialiste, ose paaftësia për të kthyer përgjigjen si do bëhen, vjen sepse e ka rritur shumë lart stekën e përshkrimit të gjendjes së Shqipërisë. Jo të premtimeve, të përshkrimit të Shqipërisë. Përshkrimit të situatës. Kur thua 1 milion pa punë, detyrimisht do të thuash të punësoj 300.000 ose 400.000, se po thej 100.000 demoralizohen. Të gjithë ata që besojnë 1 milion që demoralizohen, ndajnë 1/10 është shumë pak. Atëherë do të arrisim, do ta bëjmë 300.000. Apo kur ka ndonjë kritik tjetër, siç është kjo për shembull që taksa e shesh ka shkatëruar bizneset, ekonominë e tjerë. Të gjitha këto kritika shumë të thella që bën Partia Socialiste për situatën, e detyrojnë Partinë Socialiste që të premtoj objektiva radikal ekstrem. Dhe objektivat ekstrem janë të pamundur për të shpjeguar se si do të arrihen. Dhe ky është ai qerthull në të cilën ka hyrë Partia Socialiste, që s'do ta kishte nëse do të ishte më realiste në kritikën për gjendjen, më realiste në objektivat për t'u arritur. Dhe kjo do ta bënte goxha më të lehtë dhe të kuptueshme mënyrën se si do të arrihen këto objektiva. Se edhe fundi për punësimin, kujtoj që në 2009 LSI-ja premtoi 140.000 vende të reja pune. Partia Demokratike premtoi 160.000 vende të reja pune. Partia Socialiste premtoi 190.000 vende të reja pune. Secili e rriste nga pak. Tashti kemi arritur keni niveli absurdi 300.000 vende të reja punës në 4 vite. Mendo se ku jemi. Ben që të vim më shumë në realizëm, shkojmë më shumë në surrealizëm. Zoti Hoxha, uroj edhe shërim të shpejtë. Faleminderit. Kështu që kemi ardhur në fund të biseda. Faleminderit.